Instagram e kemi postu Mysafirën e kam afërt, ndryshe një mike shumë të mirë timën, është Diana. Diana, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Po më vjen shumë mirë që jam prapë mesin e ju. Ka shumë kohë që s'kemi qenë bashkë, më duket. Një kohë e gjatë dhe live, më duket s'kemi qenë kur me një emision. Live me thonë që më konë që 2-3 vjetë. Live, kërkon kështot? Jo, kërkon. Nice, okej, dhe më thonë e kam knatësin që të kam thonë dhe live. Se për herë të parë. Bile kom e të shti edhe me knu live në ashta. Nëse të kena mirë, se e di që je pak me një farë ftohje të vogël, kështu sot. Një farë virusi që u shfaq tash, po më duket edhe mu më gjete. Me ka gjithë krejtë ka pak, kështu që... Me rëndësi, je mirë kështu të... Në është ta dalë zoni. Diana, qa ka të reja? Të reja gjatë virës, zakonisht nuk ka, kur gjo. Me siguri pushime ka pas shumë gjatë saj vere. Jo, atë shumë sa ka menu që ka me pas. Zakonisht dimrit thujmë këna më knojsh të shku më pushim. I gjejmë edhe njerëzit e krejtë, mas nevi që anisi një ka një dështojnë. Për shumë arsye, o dikush në zonë, të një musëm shkuhët, e tjerë. Po si qdo virë tjetër. Kështu në gjyrë pas ke morën, menua që e ka naj... Nuk është që si më konë heqë. Së që e kom ka naj weekend, një 2-3 ditë kështu dhe. Më kom pak, për jo ashtu pushim tamam. Po menoj me bu pushimin tamam kismet në fund të shti muje, në Itali. Po pres. Në Itali ke qenë gjatë verës? Kom qenë në Itali për punë, kom qenë edhe vish për qef, po tash për shkoj ka pjesa ku ka plazhe. Okej, ka plazhe të s'ka ke ka dhe me thonë, pas ke qenë për punë. Ma saksisht, apo është diçka që... Sakë kur gjo, s'ka, ta është verës, nuk është najsan që mëj me prit diçka të re ose të madhe, që na i punë zakonisht jam të pushu, po prej shtatorit fillojnë gjitha. Prej shtatorit. Amerikën e ke arru pak? Ka mesi shtatorit atje jam. Edhe në Amerikë. Atë ka morë malli për Amerikën edhe qka mas shumë ti? Po shumë ka marrë malli për Amerikë. Sa jam atje në stop thomën e s'moj pa Kosovë, s'moj pa Prishtinë, s'moj pa shoqni, familje. Edhe në momentin që ri këto ma gjatë se 2 muj, thome pse erdha, edhe lypi atje. Që që po më do këtë në lëvizje, her atjerë këto e ka mas mire. Ka morë modhe edhe për shoqnin atje? Po, edhe për shoqnin atje, edhe pëse janë këto shumica, po nështë ta pak edhe për mënyrën që atje jetoj, gjithë shka me orar. S'po di, është ma ndryshe se këto. Këto edhe në 12 natës më tirë një shoqe ose një shok me dalë, pak me konë disponimon që una dalë. Atje jo. Atje ja, nuk s'moj, ka se në mëngjes kam herët punë ose gjem, edhe nuk moj. Nuk moj. Me gjem që e ki punë, me fitness, kështu se e di që... Kështu që kom pos gjithë. Gjithë? Mirë shumë. Po menoj, ka një që që jam të ushtu. Qëta shku të fundi gjatë virës? Po... Nështë apse jam e regullt edhe shumë rollëve i pauza, nuk jam keq. Jo, mirë shumë. Ose gjykoj e te ma mirë. Jo, së gjykoj pja o lodhë krejt atyne që munën me ashku në Instagram. Hej, qa po më nëni, Diana, është okej me... Ata shki kanë me thonë ku ka smut shumë e domë. Se për një shpet. Sa kilogrami ki për momentin? Me kilogram, sakt nuk e di, du të me qenë dikon 52-53. Po sakt nuk e di. 52. Të ma shumë me numrat të tishave, ose që shumë rinë tishat, një tish që më ka rohë shumë gështë, ta shumë bjene gjonë, që ashtu e di. Okej. E di që para 2012-ën i ke pos një sa kilogram? 56. 56. Ja. Po okej, s'pas ke rohë shumë, adhe në tamani. Faktikisht, në momentin që e di që kam një kohë ma gjatë pauzë në punë, gjithë plëcona pak edhe kom qif, mësë me qenë e regullt, asë në gjem, asë në shqem, asë kur gjo, se qdo njeri ka nevoj... Me hongër flia. Me hongër flia, gjithë qyshë dhe sot, po me ka nevoj me qenë ma i lirë, jo gjithmoni ku fizum në shqem, i ku fizum në kohën kur du të me shku në gjem, sa me nejtë në gjem, edhe zakonisht verës i shtoj 2 kila 3. Po nuk është nejda shumë i madhë. Jo, sa shumë i madhë. Mirë, nëse i kështë këthy kohën, Dion, prej cilës kështë heqë dorë, nështë asë ishe marë, modelizmi apo pjesëmarrjes në Miss Univers? Njanën, adhe nëse i kështë posë zësyrë ves njanën me zedhë, cilën e kështë bajtë? Logikisht puna animicër zgjatë një vit,
edhe përfundon për më ne jep punorën edhe me që atë. Modeli është pak ma një gjatësi e ka, sa do që është e kufizume, kështu që garantë s'kisha marrë pjesë në mes. Mes s'kisha marrë pjesë, edhe s'ta kishtë një kështë dhe Jo, qa ndodh. Unë besoj në momente shumë. Kështu që edhe mos kishtë ndodh momenti që unë jam kolonizu se Miss Kosova, garant kish pas diçka tjetër edhe kish vazhdu jeta. Po tjetër. Mirë, nëse s'kishe qenë Miss ose modele, a ishe qenë këngëtare ose qka tjetër? Se unë e di që zoni shkon shumë edhe mu pëlqena shumë që shkon për qudita që se kënë zirë halani kongë. Shumë po quditën. Jo, nëse s'kisha qenë modele edhe me punu jashtë vendit, jo veç këto, sigur të kisha qenë ofër diplomimit tash, edhe mas një 2 vite në Isan me punu një profesion tjetër, krejtësisht jashtë të showbizit ose publikës. Po më intereson, a jenë lidhje diçka kështë në lidhje, apo qëndron single? Po du më da vuta në t'i pyke ma lidhe me showbizin pak. Jo, jam single. Single? Mirë. A ta mërë menja që më rahat ishe një nëse ishe ka lidhje me dikën jashtë keq showbizit, apo me dikën që është nëra showbizit një orë si ftyrë publike? Kjo është një tim që pa e gjilë dypë diskuteme dhe mendimet shumë ta që me mrit deri të një perceptimi duhon. Unë e përmenoj që isha qenë rehat me një njeri që më kuptan për shtatit me mu edhe e duhem dëm pastër. Qaq, s'ka rëndësia është ftyrë publike, a është personi thjesht, a është avokata, s'po di, qa do qoftë. Qa do qoftë, me rëndësi që kuptoni edhe duke. Mbi gjitha me ku njeri edhe besnik, qaq. Mirë, a kisha që një me misa tjerë? Po. Me kanë kiman shumë të kështë të qëllë? Me Adrolën vazhden me mbita e shoqënia e veçantë cilën e këna pas, se jemi konë dy atë njëtin vetë Miss Universe, kështu që edhe pse nuk shihemi shumë shpesh se s'mujmë. Ajo tash ka familjen e vet, ka shumë punë, jeton herë në Shqipëri, herë në Amerikë. Unë në të njëjtën kohë nuk nira më taku shpesh, po ekziston alo ajo shoqënia mes njëve dyave. Flas me të gjitha, faktikisht. Po me thonë ashtu me dalë ditë natë me njënën prej tyne, jo. Mirë, apo del, kështu të më përgjithësi? Shumë rrallë. Jeta natës, jo? Shumë rrallë. Musëm ka rastis me të pops edhe pse asu s'po dalë, sa e s'po? Nuk po dalë, o bo një kohë që po dalë shumë rrallë. Me thonë është amrëna 2 mujve një herë. Pse, apo njërë si e plaka që? Jo, si jam plak, po kur rinë me një vend ma gjatë, nuk besoj që më nësh me dalë qatë shpesh. Kur vesha dhe resha vish 2 muj ose 1 muj, qdo natë delqa. Thësha dhe ti shokrejt edhe dalë ma shumë të knosh, na të një shkoj atje dhe kur di prape bëjt një të nësanë. E tash më ka ro ma gjatë me najtë këto, ja ku mësu playlistat, kongët, tonat, nuk po. Apo të pëlqen ai kongë shumë, se e dim që vera s'ka shumë kongë që dalin edhe disa janë hite, disa nuk janë, po më rëndësi keme muzikë mjaft të mirë. Apo të pëlqen ai një kështu specifikisht ajo? Një bubë që të dikon e kom, se kom po pje pionizë. Që është ka kënën, të sa diku sa di ofër. Edhe një që të nalë, nësë të këqyre. Ka kongë të mira. E kisha cek si kongë me vlera dhe me tekst shumë të mirë. Kongë e Alban Skënderajt edhe Linellit kam nevoj, ndërsa këso kongë ma verore diçka e Elvana Gjatës, njësaj. A din tekstin e Elvanës? Jo. Se unë jëm ka... Sa e sinqerë. Jo, nuk e di. Mirë, a ki njët mu mirë me muzikë, në kazë të rajtë? Jo. Pse? A që e mbu shumë punktara, që? Jo, pse e mbu shumë se cilje ka venin e vetë, se cilje të regon vetën edhe dijen ata që vi që mbu e dijen ata që janë sukses shumë e të përkushtum. Po nuk po besoj që
kisha mujt me u përkushtu qatë shumë, kështu që ma mirë më s'mja njësë. Ma mirë më s'mja njësë. Mirë. Veç më stuj kur... Jo, nuk po tham 100%, se 100% veç komedik edhe se di kur komedik. Mirë. Po njerë mirë ju. Mirë, unë po du me të një të kënu. Me qak ma që bu. Mësë do të largë e djena. Sa diku është të bo. Një kongë. Po. Të dhe në këshek në një që të pëlqen që më shumë. E di që turqisht në përzim bëj e kishëm, kam pëlqyn, në fakt ashtë nuk e di a vazhdo në pëlqyn. Jo, kongë turqisht, faktikisht i kënoj, se nuk është më nëtë me i kënu se cëllë njëri. Dush me e një dyqysh kongën turqisht për me e kënu. Jo, pe R&B unë e kënej një kongë turqisht. Vesh... S'pa di cilën kohë. Hajtë. Kur të bja me në ndërkohë. Në ndërkohë, kur bjen me, veç të këshyri që të mikrofona e kinë regu. Okej, bazën e kimë rapsht. Alo, baza. Një dë. Apo dëgjon baza? Në regu, ta, ndirit shumë. Se pas ka nuk pak vojnë për një moment. Ani, s'ka lidhje. Am keni këqyrë, bile. Jo, nuk totalisht. Kështu, dhe me thonë kongën njerë se kinë me një Nuk për di cilën, se me ditë kisha kënu më njerë. S'pe di cilën. Nëse të bjen ndërma ndërkona i kongë kështu që edhe të pëlqen shumë. Okej, ndërprej edhe kënoj, pa Po, qytër. veç tu, stop! Se e javi të Mirë, unë e di si s'ki operacione plastike, po që ka ndodhë që s'ke bo operacione plastike ti? Pse? Ku, farë pytje. Pse s'ku bën operacione plastike? A ti menu na jarë me bo operacione plastike? Jo, është... Karakteri jam nështë ta nuk e lejon me thonë direkt se s'menoj që kom nevoj. Se nështë ta një ditë kom me pas nevoj edhe unë. Se mi me bundesh, jo se murdzu edhe thej hunën. Që pisti fa. Që nuk jam kondër tyne, po asë se kom menu në herë dhe nuk me paramenu vetën me një ndryshem në vete. Nuk ndo këtë që unë e prishna me bu një operacion. Nuk buna me e mirë, po me e keqe. Me e keqe. E do me thonë për që ta po t'utesh, a? Po t'utesh që përbosh me e keqe. Qa është të diqka? Mirë, po këneje Gjamadonin, po thojnë. Gjamadonin, vje. Jo 68, 68. O, 68. A thojnë shumë shpesh, po pyesin je me dje madhe. Po. Edhe? Cëla është përgjigja jote kur ta bën dikush pse je me një madhe? Zakonisht përgjigja e vetme që e dho ndaj njerëzve që nuk kanë lidhje me mua dhe me personalitetin tem, është vish një buzëqeshje e lehtë dhe vazhdim i rrugës time. Që tani kjo lidhet me paragjykime, me gjykime tëna ato që pritoj me i diskutu shumë shpesh. Qëndrimi jam, në fillim gjithë i bëjmë e menu që unë jam mene madhe. Në fakt unë nuk jam heq. Unë jam njëri që definitivisht socializona shumë, jam pro bisedave të ndryshme me një shoqni, jam pro njoftimit me njerëz të ri, po nuk e kuptojnë karakterin, nuk e kuptojnë qëndrimin tam qysh momentin e parë. Dhe për qatë arsye, krejtë në fillim thojnë jo mene madhe, ma ndi e ndrojnë, edhe me e mira është që krejtë kur e ndrojnë mendimin vinë edhe më thojnë. Okej, super. Veç me rëndësi arrin me ndru mendimin në kur të kikshët. Po. Nice. Pse s'ke ble followers, atë çfarë pyetje shumë e çuditshme. Da. Nuk kom ble followers, se sanet falsë, sanet që s'kan vlerë, sanet që s'bin kur gjosi, plus s'kan frët, nuk më interesojnë së më bojnë për shtypje dhe largohna. Qka më këshin ndosh për followersa? Une, edhe nëse e qas një fotografi, po menej nuk e kisha qitë, dhe me thonë, me qitë qëtë ditë ka një fotografi, bëj ma shumë followersa. Qysh ja bëjnë shumita, po e qas një fotografi se ose më pëlqen shumë, ose ka një kuptim, ose shkruj diqka poshtë, ose e bëj një reklam për dikon nëse diqka, edhe qashtu e qas. Kështu që për followersa, ata që për një me më njohen është ta kanë qef me më ndjek,
janë real, janë për një me dhe I kam që atë. Okej. A ki ndonjë ëndër të parealizuar për ty? Po. Ki? Shumë, a pak? Krejt kena. Do e Normalisht. vëm vish një ëndër të parealizume, kam shumë ëndra të parealizume. Po jam 23 vjeqe dhe po menoj që kom I mri. Qëto? Qëto? Qa I vjen kjo? Sa, Qëfar? Mase? në nivele, sa më najtë kështë. Me në tënë që kime mbri shumë në Në gjithë shka që unë du. gjithë shka që ti danë. A dënë shumë ti? Du ndjenjë. Du besem, du qiltërsi edhe pastërti ndjenjave. Qa që du, e qka bësh ti? Mirë, okej. A e ki gjithë deri tash paktën? Po, njerëzit që më rrethojnë definitivisht I kanë tipare të cilat më du me pas dikur që është afër mije. Mirë. Sa vjeç kam pyet 23 vjeç, I ko e përmendi edhe Diana. A e kujton akoma ndjenjen kur je bu Miss Univers 2012? A ishe një njëjtë nëse kishe fitu së thash? Qatë ndjenjë që ke pas edhe atëherë? Po. E kujtoj kur do që mbuhet pyetja. Ama nuk mri mu nalë dhe me menu vetë dhe me mu kujtu qaj moment. Nëse kishë ndodhë qëtash me e marrë qatë titull, garant isha një prap njëjtë. Njëjtat emocionet, njëjtat reagime, për shkak se unë jam vetë si tip ma I mbyllun. Nuk jam tip që shprehi, nuk jam tip që di me u gëzu shumë, a pas me kojt shumë. Jam vetë që është e mbyllune. Slow motion, chill. Mirë. A e konë shartë kur je konë e vogël, kështu a morë me ndë Jo, kur jam konë e vogël, jam konë shumë nanosh. Shumë e urta, shumë nanosh. Jam konë shumë e urt. Në fakt, krejtë më tregojnë që unë asë s'kom folë shpesh. Kom najtë me një kandë temen, me një lodër temen. Edhe që kam acikin krejtë u konë që nuk jam përzinë sanet kërkujt. Po edhe kur më kanë thonë, a pëtën që qishe me ujë dhe më kanë kalzu që du të me nda me dikon, unë kom dasht përgjigje për gjithë shka dhe kom thonë me kanë kom nda pas fori. Këto është Po krejtë vëmendje. qetë, e një shprehje jamja që ma përmenin krejtë, I kom pas flokët në fund dredha, shumë gjata, e gjithë kom lyt me një dredhë, që shto. Ka shikit drejta. Po, tash I kam këtë flokët e drejta. E ki pas fete bardha në herë krejt? Jo, kur. Kur? Pse? Është në gjyra janë, fakt. Po, si ke ngjyros të kërë? E kom bo bello jazhë në fund, për shkak Fund. një pune që e kom pas në Amerikë, po jo me ngjyros këtë flokë. Kur si ke ngjyros? Ja. A me me ngjyros në herë këtë bardhë? Shumë po më shkon me... Këtë atë- bardhë? kështu, Mo bo bjondina? Po, ke bjondin. Jo, Si blerona, që nuk ka bu bjondin. Blerona nuk ka bu bjondin pa. jo. Nuk menoj që është ngjyra e bardhë e flokëve për mu. Së pëlqen. Kështu që nuk e ki në menë, se kam pyet pse s'pi bëm që këtë parë, kretë më tatë. Tash si ka bu blerona, s'kem nevoj krejt më bu. Mirë. Cëla është, nështë ajo gjë që të frikon mas shumë të kështë të frikë prej naj kafshë, ose prej naj Jo, lartësia, po menoj edhe prej kafshë kom frikë, po prej insekteve. prej insekteve. Shumë fobi. Marimongës mas shumë të gara. Marimangës edhe fluturave mas shumë të. Fluturave? Ja. Po, Prej po. fluturave. Krejtë thojnë që në bukra po e kanë një trup qatë që det Nuk mujt me sqaru. Fluturave, wow. Diana ka frikë nga flutura. Para me në. E pi fluturave në barka, ki frikë? Jo, ato I dushëm edhe me nëzispres mi pos. Dhe me thonë, si ka pos Diana flutura në barkë kërë. I kom pos, më qështë I kom pos. I ke pos dhe me thonë. Ajo është emocion edhe. Pas, normal. Si jam një... Nuk jam iceberg. Nuk jem akull. Normalisht. Okej, mirë. Ta është me të kalëzu në I sama. Do është da normalisht, që do është da një që kam më të regu. A një gjithë kalëzu ma bëllë. Okej. Po thojnë, ku është konga? Hajde, ku është konga? As po t'bjerë me një kongë, ke arru krejtë, një me, dhe muhabeti po nashtë me arru për
diçka që e përmenë më herët. O, çfarë këngë? A keni ndaj kush kështu ndaj ide? Regjia? The Stop Bacon. Se di. Ku ishen ti? Jo. Diçka më atletu, ne di si Diana. Vish ta kësha di çka shumë mirë shkon. Jo, mirë. Dhe më thonë, nuk kem ndaj... O, se di. Okej, edhe pse shumë po du me dëgju. Lerona e di që po thot për dëgjoj të thonë një kong, po... Te Big Mama e ka këndu një kong, po thot. A, njëjtë, no? Po s'prish punë. Cëllën ke këndu te Big Mama? Sonat. Aha, okej. Hajde. A ka nevoj për gitare këta, jo? Jo, me çfarë. Fillet mira. Hajde në shtas nalet mikrofoni stash dhe marë. Tash e kemi super. Rrugës i trishtuar, dikush po ecë një i dashuruar, dhe fare vetëm dashurin që humbi, duke kërkuar si erdhi fundi, iku dhe la. Vajzën që e donte, sa donte jetën e brakti si sonte, dhe la vetëm ëndra që përkundi, sa shpejt u shua e rësirës humbi, iku dhe la. Ja, nëse s'bosh këngëtare, s'foli me ty ma, se vazhdoj intervistën. Shkum. Ja. Po shpresoj që kemi bërë një këngëtare në tarmën 23 vjetë. Nëse i bjen pishman. Veç me anis me 30, edhe tani mirë se vini operacione. Po thuj që do të një vi operacione veranda. Po 30 vjetë, ndë në i rrudha në i sen. Dhe s'munu një ikë ato, edhe janë bukra, e kanë atje shine vetë, përkutat, të rëgëm, insektet, sa du kanë tekë mërë insektet, zonë. Kështu, në cënë pjesë trupit e ushtërën mas shumë të fitness kam pytë? Barkun, edhe kratë. Pse? Barku është ma delikat? Barku vjen me i majt ato vijat cilat janë të krijume, e kratë janë njëna pi pjesëve që unë e këqyri mas shumë të femnat. Ndërsa për kom nuk besoj që kanë nevoj shumë femnat se mënën me u bo shumë kom mashkullore, që shumë aralli ushtraj. Do të me pas kujdes të pjesë, dhe mos më ushtru shumë shpesh. Mirë, të regon, a ke provu në i sport ekstrem, kështu diçka, në i bungee jumping, ose a i kështë provu parashutën? Nuk i kam provu, po në qëfar krye kam, garanti kësha provu. Garanti kështë provu. Dhe më thonë se ki frikë në alësin edhe këtë... Në alësin se ki frikë dhe më thonë? Jo, as pak. Se ki problem. Qëfar... Okej. Nuk është këngëtare. Thënë, për bashkëpunim për pysin, nuk është këngëtare, Diana, është mis. Po pse jo, bashkëpunime nashta kur bëhet këngëtare, edhe ko me pas. A din me imitu, po tha dikan? Po. Kanë din me imitu? Plot. Plot. Kanë din me imitu? Plot këngëtare di me imitu, dhe zakonisht kur jena në shoqënia në ajsajnë që dalim bashk, ka si rasi që me imitu në gjeste, apo? Në gjeste. Kanë din me imitu të regu? Ja, s'po foli. Ja, do të me të regu tash, kanë din me imitu? Plot. Hajtë që një, dy, ha? Hajtë ma zivi që një, për mëne e kom ma shoqe, Dafina Ziqirin. Din gjeste? A ka mund si veç pak një zetë? Jo. Të lutem. Diana, të lutem, please. Jo, atë po menaj, ato janë pjesë fani që buën me të shoqënicën se anë nuk jem për publik. Nalni kamerat, nalni kamerat. Si në live, qa. Zbajnë. A të dhënohet Dafina, ki shoqëni me Dafina? Jo, Dafina nuk me dhënohet, një Dafina që një këtë gjatë edhe në karomin e në Amerikë ma shumë, se këto, e respektoj punën e saj, e respektoj Dafinën si artiste, për dhe si njëre, si shoqe. Okej, super.
E përshëndesim Dafinën, edhe unë kisha dashur me të falendëru ty shumë që jeri dhe sonte u ka një muhabet shumë i lezetshëm me ty, unë pas ka marrë malle me bua muhabet, kështu sidomos në emision live. Ja, ishte edhe imja. Faleminderit që më keni këtu. Shihemi kudo që shihemi. Në fillim si kur jam komplimente që lash për fund më jep komplimente shumë bukur për dorës. Faleminderit shumë. Faleminderit Dianës, edhe po shpresoj që po kaloni momente të mira bashkë me neve. E pam që shpo duke Diana. Sadiku, faleminderit, i madh Sadik. Tash në këto momente shkoj me videot interesante dhe kthehemi prapë bashkë me kolegën time të dashur, Xheron, faleminderit shumë.